por kjo konsiderohet një gjë e tejkaluar. Po. Ju thatë që jeni shumë mirë dhe vetë do ta doni që të ishit në listën e hapur. Përse? Sepse njihni zonën, sepse keni besim se do të merrni votat e mjaftueshme për të qenë nesër, për të marrë mandatin dhe për të qenë nesër deputet? Ekzistojnë dy marrëdhënie të cilët unë duhet të sqaroj. E para, unë kam kërkuar që në Partinë Demokratike karrierën ta baj vetë dhe duke hyrë në konkurrim në çdo garë e cila Partia Demokratike ka hapur. Dhe që ka momenti i zgjedhjes time si kryetari i Partisë Demokratike dhe pastaj në primare, por edhe tani në zgjedhjet e 2025-s, unë kërkoj që shkallët e karrierës time politike, duke qenë se konsiderohem një politikan i ri në fushën politike, të gjithë mbi bazën e marrëdhënieve që unë do të ndërtoj me njerëz. Padyshim që forca ime është marrëdhënia me njerëz. Dhe ky do jetë edhe guri i suksesit, duke filluar nga dita e sotme në vazhdim dhe deri në zgjedhjen time si deputet. Por puna ime nuk përfundon këtu. Shpresoj që populli i qarkut të Lezhës të më jap besimin të cilin ata e shprehin çdo ditë në gjitha takimet që unë kam me ta, që nesër të jem përfaqësues i tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Patjetër. Zoti Gjoni, sa mandate synon në Lezhë Partia Demokratike? Të jemi realist, situata nuk është siç ka qenë më përpara, për shumë arsye. Arsyeja e parë është që Partia Demokratike ka kaluar në një kalvar të jashtëzakonshëm konfliktesh të brendshme. Ndodhet në një fazë dhe arritëm në këtë pikë që sot Partia Demokratike është e bashkuar dhe baza e Partisë Demokratike ka qenë e bashkuar në tërësinë e saj gjatë gjithë periudhës së konfliktit që ka ekzistuar brenda Partisë Demokratike, por bashkimi i strukturave lartë dhe i grupeve të interesit, ky bashkim i cili deri tani është konfiguruar përfundimisht dhe ky bashkim është bashkim në diversitet. Po. Dhe ky bashkim në diversitet ka sjell edhe një frym tjetër, e cila është një frym pozitive për Partinë Demokratike, flas për qarkun e Lezhës. Dhe sot të gjithë faktorët dhe aktorët të cilët dikur kanë qenë të konfliktuar me njëri tjetrin, sot po bashkohen rreth aleancës për Shqipërinë madhështore. Dhe është një fakt i cili në kohë të thehet në realitet dhe ne shpresojmë dhe unë jam i bindur që 4 mandatet në qarkun e Lezhës do të ruhen. 4 mandate. Edhe për shkak të 4 mandate,